Miq, duhet të flas për diçka që sa po e pash dhe mua po më duket shumë shqetësuese. Që ja ca plera po puthen buz me buz, domethënë edhe po i duket si diçka normale dhe po i duket si diçka kreative. Duke qenë se mendojnë që të jesh BQ është gjë më normale në botë, jo, nuk është normale. Zoti ka bërë Evën dhe Adamin dhe këta po e shesin, po e promovojnë sikur është gjë më normale në këtë botë dhe nuk e di vëlla, nuk e di çfarë të them dhe mirë ne çfarë po shikojmë dhe çfarë po promovohet na vetë artistit. Po puthen nëpër buzë, i duket sikur në një luks i madh edhe sikur po kapin në një gjë të fortë, po promovojnë te rinia shqiptare një gjë super të gabuar që mund të vej fëmia në kopësh dhe po të shikon aty në televizion dhe i thotë që është normale të puthesh shokun në buzë. Ta janë të rëndomt. Unë nuk kam asgjë me le të jesh, është punë për ata. Domethënë kushdo që të jetë, ama nuk mund të shitet si normale dhe në televizion dhe të quhet se është një gjë normale. Nuk është normale. Dhe turp